Varroset Burim Havolli, shqiptari që vdiq tragjikisht në Brooklyn. Llapashtica, si gjithmonë gjatë historisë dhe tregoi madhështinë e saj, mira qytetar nga bashkësia lokale e Llapashticës, nga fshatrat e tjera të Llapit, nga Prishtina, Evropa deri në Amerikën e Largët, morën pjesë në varrimin e Burim Havollit, i cili ndroi jetë në Shtetet Bashkuara të Amerikës. I ndjeri Burim Havolli vdiq në moshë të re duke punuar dhe kontribuar për familjen e tij në Amerikë dhe duke mbështetur prindrit në Llapashticë. Banesa e tij në Amerikë ishte gjithmonë e hapur për shqiptarët që shkonin atje pa një adresë të sigurt. Shumë veprimtar nga Kosova në kohët më të vështira u pritën nga ai me mikpritje, humanizëm e zemërqërsi. Në punën e tij të palodhur ai ndërtoi një bazë ekonomike me të cilën ndihmoi edhe njerëzit të nevojë. Para ceremonisë së varrimit foli kryetari i Bashkisë Islame të Podujevës, Hoxh Bekim Jashari, ndërsa të pranishmit i përshëndetej dhe falenderoi Muharrem Havolli, babai i Burim Havollit. Pjesëmarrja masive e qytetarëve bëri këtë ngjarje mortore të paharrueshme dhe një dëshmi të respektit të madh ndaj të ndjerit, i cili u dëmtua nga një vjedhës paketash duke goditur fort në kokë me celularin e tij nga e cila ai humbi jetën.